Ditën e nis herët, ora 5 e mëngjesit, pranvera Selimin e gjej në parkun e Gërmisë. Në ditë e emja nis në ora 4:55. Zakonisht atëre bëj alarmin, qona, bona gati, për 20 minuta dal poshtë edhe vi këtu ja nisi vrafi. A kam ndonjë ditë që nuk pritoj me dal, unë gati çdo ditë pak, ja pritoj normal, tash unë ka kriju rutinë, është gati që 10 vjet që vrapoj, gati që 5 vjet që e bëj qëtë rutinë. Normal që e kom shumë kështu thjesht, më bën alarmi edhe qona, po kur është atër, shi, ndoshta borë, ftaf, nuk është që spritoj me dal. Mirë po, këtë ideja është që rutina, do më thonë, sa ma shpesh që e përsërit një send, kryojt rutinën kur e ki pjesë tjetës një kodë gjata, e që e nisë më vo pjesë e jotja. Unë mo nuk e marrë që po dal me vrapu, e marrë që si që shbëj diçka tjetër, dal me pi kafe, bona gati për punë, një që ashtu e kam edhe vrapin. Nuk po thamë që gjithë kush duhet me vrapu, po për aktivitet sportiv, për me dal natyrë, mendoj që se cili person duhet me pas pjesë tjetës. Edhe për që atë edhe kom njësë me qitë video, normal kom pas që me qitë diçka vetë, me të regu se qa po bëj, po edhe për një me kom qef që me ngrit vetë dije pak, sidomos të rinia që për një me nuk është jeta veç me dalë një kafe ose edhe me shku në punë ose mu më shel mrenda, është mirë më marrë edhe më aktivitet. Na nisim 5:40 edhe zakonisht në 6:30 e përfundojmë vrapin, mandej me kërë, shkojmë pim kafe, mandej shkojmë banes, e pi edhe një kafe në banes për qef edhe bona gati edhe shkojmë punë në zyre om 8:30. Që qa, po shkojnë me bo gati? Hajde po shkojmë, hajde. Por për 32 vjeçaren nga Peja, dita nuk përfundon me kaq. Kjo është lifti famshëm që zakonisht të shini në postimet e mija. Shkojmë po bëm gati edhe e pim ka një kafe, se malat kafe edhe në gjezit. Edhe më ka një edhet, edhe s'kom faj, se më keni lonë në përftaft, nartë edhe une, edhe s'muna. Pranvera, përveç se influencere, sot na prezentohet nga afër edhe me profesionin e saj, por të cilën shumë nga ndjekësit nuk din. E tash u bo që është e serioze. Tash du të më shku në punë, po nuk hylo njëre pa pi kafe. Kafen time të famshme. Po edhe pa klaf, se pa pare kesh. Ty unë ngri nuk mujta me thonë kusho të madhe. E janë në këndin tim të kafes, edhe... Këndin ma i famshme. Po nisi. Po besoj. Më ka dalë zoni që ashtu, që di me qitë kafe. Unë e qona për me pi kafe. Edhe qatë vrap e bëj për me pi kafe. Do më thonë nuk dal me vrapu nëse kësha di që nuk shkoj të na me pi kafe, po fatmirësisht pasionim për kafe nuk përfundon në kafen që shkoj, po muj me mbaru edhe vetë. Unë me përgadit, se edhe në TikTok ma kanë tesh pëse po thush mbaru. Unë e kom këtë maqinë dhe ja kom zirë paret. Edhe në dite i bëj diku një 3-4 kafe. I pi deri në 5 kafe, nuk është që jam krenare për këtë send, po ma konda shumë. është ritual edhe kjo mas gaçat rituale. Nuk është që vishë prek një pull edhe pin kafen edhe e kryn, po këtu e ka një fat filozofie. Që po e sheni i mas sasin e kafes që e qes, e bluj këtu, edhe kështu pronë. Po ta bëj ty një cortado, single. Mos ty tranoj në stafë. Unë mendoj që sa ma pak që ki ku, ma shumë ki ku. Kur ki pak ku, po mendoj kur ki shumë sende që kimi po gjatë ditës, ti e strukturon kohën edhe vlerëson kohën ma shumë. Unë e thash, ma heret kur kem të bisedu, kur qona ma vonë se nuk dalë në vrap, ma shumë banona, ma shumë shkon koha pa lidhje, se di ku e kom kryt, adin e tana e shë që i kom ko, hajt hupi ko pa lidhje, kur e kom kështu të caktume. Duna më ardhë, më bo gati, me dalë prej shpis, tana angazhime tjera që i kom gjatë punës, në basë punës, mendoj që më na gjej kohën edhe ma mirë, edhe unë për veti edhe pse mendoj që
ndoshta ndjekin rrjetet sociale, se bëja dallimin është që unë edhe punoj orar të plot si shumica e njerëzve, se influencerat janë influencera dhe nëse bojnë qatë punë, na nuk mundem shumë me gjetë veten me influencera kur ata dalin edhe i bojnë qato video për shkak të krijimit që atyre videove. Nuk po them që nuk kanë edhe angazhime tjera, mirë po na që punojmë për shembull orar të plot, unë nuk mëj me gjetë shumë veten të qata, ose influencerat e fitnessit ose të vrapit që tamam merren me vrap profesional. Tash nësë këna mu bo këtë vrapus profesional, edhe nëse tim të rega mu rutinën tonë që është në 4 mëngjes, është në kryt në akull, ta na shkoni bon 4 ushtrime në dite për vrap, unë s'muj me gjetë vetën se unë ku me shku në fund punë. E unë që mundona me bo dhe që e bëj, unë realisht, që unë nuk jam vrapuse profesioniste, nuk e kom profesion, unë e bëj një vrap, një rutin ditore që mendoj që shumica njerëzve munden me bo, edhe njerëz që punojnë me orar të plot, është e mundur. Tash normal që ka logjistika, e patë edhe vetë, rruga dhe ngërmi, ka njerët në zemë trafiku, të merë kohë, dikush që s'ka vetur, nuk mundet me shku ngërmi, amo nuk po thamë që qysh do të me shku ngërmi, munden me gjetë një fitness që është hapun, munden me dalë në përmahal, ose munden i thjesht me gjetë edhe një kohë tjetër, ose edhe një vend tjetër, ose një aktivitet tjetër, po besoj që gjithkush i ka 1 orë, 2 orë në dite. Po mëngjesi është më i mirë, se krye që aty edhe mos këshirë bas. Mu kur më vetë diku, a jeti vrapuse, a unë gjithçka jo më vish me thonë vrapuse, po mendoj, është ajo një aktivitet që e bëj, por nuk është që një vetën si vrapuse. Unë, qysh e thash, punoj ngizin Gjerman, kom studiu në Holland, për master, për energji, politikat energjisë, bachelor ekonomi në Prishtinë. Qka bëj, kom qef me lexu, kom qef, jom kështu tip i gjallë me thonë, dhe dokna shumë serioze në TikTok për shembull, dokna shumë kështu që jo me fokusume që unë jom kejt e kundër ta. Veç dyshysh nuk e kom shfaq qatë pamje temen, qatë anë temen prej fillimit edhe në TikTok, për shkak se për një me ka kështu reach, ose që të shojnë shumë njerëz, nuk është që kom qef edhe shumë sende personale me qitë në TikTok, në regull, unë i kom qitë edhe në Instagram edhe të ke fundit në Kosovë, këtë njihemi paka shumë me njëri tjetrin, po nuk kom qef edhe shumë sende personale kur e shoh që mundet me pa një video 100.000 njerëz edhe me ditë bashkë krejt komplet kush jam edhe qa bëj. Edhe kom qef me njoft njerëz edhe ma shumë personalisht edhe me njoft, mirë po jom këtë tip tjetër, kështu punë për shembull zyre, me gjallë, me shoqni, kom qef edhe më keni në zonë pas rapit, kur e kom energjin kështu on top. Kom qef mu knoq, kom qef me pas një balancë edhe me dal. Nuk është që jam shumë e dal me dhe, mirë po nuk është që nuk dal kur, nuk është që edhe s'pi alkohol, nuk është adin që marrin njerëz, ti je strikt ose ti han shëndetshëm, jo. Kejt ha gjithçka, pi gjithçka, unë jom gjende i bëj 50 kilometra vish me di që si aprish i vetes për shumë sende, edhe nuk besoj në atë me koni fiksum bas sendeve ose obsesionum ose mos kur se bëj këto, kur se bëj ato, unë kur son për kur se bëj. Kom qef me tu thjesht më knoq. Me shiju jetën edhe me mbajt një strukturë caktuar, po kur dal pi asaj strukture nuk e marr kështu shumë nga se. Të kuptush me tri që vendosin dhe me jetu jashtë, se na e marim si dukuri që ndodh veç të na shqiptarët, që këta po shkojnë pelojnë Kosovën. Nuk është të vërtet, unë kom studiu në Holland, e kom pas programin me 50 persona prej ndoshta 20 vendeve të botës. Holandezi vendos me shku në Gjermani, Gjermoni vjen në Holland, bojnë edhe televizin, por të na e marin si emigrant. Normal, se është situata qysh është, ata i marin si expats, ose si veç kanë vendos kështu me bo aventura njët. Unë i kuptoj shumë njerëz që shkojnë edhe e gjejnë veten, ose ka dhe njerëz që shkojnë për një kohë dhe kthehen. Unë për veti kom lindë në Finland, na kena jetu 10 vjet, mandej familja me na kthy mbas luftës, një prej familjeve shumë tralla që na kthy. Na i kem domethënë pasaportën e huaj edhe unë muj me marr atë vendim, ndoshta edhe fakti që unë muj me marr vendimin me shku me jetu jashtë nuk ma ka dhënë atë presionin që më shfrytzu rastin kur jam kohë jashtë që me qëndru. Po unë mendoj momentalisht jam rënë përfundim që jeta në Kosovë ose jeta në Ballkan është shumë e mirë. E di që njerëzit kanë edhe situata të ndryshme ekonomike dhe jashtë e gjejnë jo prehjen për që me thonë munden me zgjidh qatë situatë, mirë po mendoj që në Kosovë jeta është kogja e lehtë, e mirë dhe komuniteti, familja në fundit është shumë e rëndësishme. Okej, në Evropë e kuptoj se mundesh prap muan, po unë motrën e kom pas në Amerikë dhe nuk ja vlen me që jetën gjithë ty thirrë në telefon ose këtë festat shkojnë, këtë ngjarjet kryesore shkojnë për me prit një verë që ti mi po ata, për mu nuk ja vlen. Edhe mendoj që
Nëse kini jetë këtu të mirë, relativisht, e ki tash pasaportën edhe me të Kosovës më dëshmë shëtit, edhe tek e fundit jeta që kjo rutina që dhe bëj unë çdo ditë edhe ti edhe secili nuk ka diçka të jashtëzakonshme, me rëndësi u më kënaq me çato që e bën, kudo që je, edhe tani për mua familja dhe komuniteti është shumë e rëndësishëm. Ja propozoj çdo kujt që ka mundësi, unë jam shku me bursë, jam shku me Young Self Scheme që kom pas mandej marrë me punu, unë jam shku në Gjermani edhe në Berlin, pas asaj edhe një herë kom jetu një vjet. Gjithë kujt ja propozoj me jetu jashtë një kohë, sepse për një me njofton vetën në mënyra që kur s'ki shans me njoftu. Kalon në përsende që unë s'kom kalu asnjëherë këtu, dush mu zgjidh krejt sendet vetë, ton kohën ki diçka procedura, jo mu regjistru në komunë me gjithë këto, me gjithë banesë, sende që për një me në Kosovë na nuk i kena përjetu, edhe thjesht e njofton vetën edhe përmes tjerëve, sheh njerëz prej vendeve të ndryshme, kultura tjera, edhe ata edhe mësojnë për ty, edhe ti nuk e di, thjesht që ajo mos të folin për pjesën që fakulteti në Holland e kom pas shumë të vështirë, Maastricht University një prej fakultetave shumë të vështirë, unë në Kosovë jam kon ekonomik, jam kon bursiste, s'kom ra kur prej provimit, edhe kur jam shku atë jam ra prej provimit farë, edhe ta më në kom për mu si kështu me më këfill që ka dole, nuk jo sendet bashkë që shi me ndonë, ti duhet me ullë me nxej kariken edhe me mësu qatë sistem, nuk o kona dhe puna që a mëson apo nuk mëson, na kemi sistem tjetër në Kosovë edhe është mirë me dalë edhe me sfidu veten. Për mu ja vlen 100%, unë e kom ndryshu shumë si person prej atëhershit, bile edhe këtë këto sendet tash që i bëj, unë reflektim i asaj se çka kom kalu atje në Holland, mandej edhe kur jam shku në Gjermani, atje vitse jam shku ma shumë me vetbesim, jam shku për fellowship, u konë se kështu për një hulumtim që e kom bo, ajo kon eksperiencën veti, po mendoj që na si tri është mirë, jo me dojë mos me dalë me studiu jashtë, po me mundu me dalë prej vetës. Pravirën për provoj. O, vesh mirë bërës. Inshallah, Zot më ka dalë mirë, se sa herë shes mende dhe pres më Shumë e mira, Mos po të kërkojnë tash me punu dikën. Lutem, mos bëna shumë e famshme me kofin time. A mos sa e thiri musafir, ja huqi. E kështu kur jo vetë e bëj film. Për mësysh. Ama shumë e mirë. Për një me. Shumë e mirë, për një me po. Mos më thirë me të punu, s'kom ku. Bukuroshja nga Peja vazhdon të mbetet simboli një vajze të përkushtuar, e cila çdo ditë punon për ta ndërtuar veten dhe ëndrat e saj. Tash, shkoj me fitu bukën e gojës. Okej, ka që kishim për sot, për mu dita fillon tash dhe vazhdon. Mos tuni, mos u arsuetoni, mos tuni që s'keni ku, une i ftoj që të gjithë mu marrë me veten, une du veten mas shumë ti, kështu që kur e dom veten edhe i ringo ati vetes. Edhe, kaq. I përshëndes edhe shihemi në TikTok.